Nxënëset e seksionit 2 gjuhësh të gjimnazit Rajqi Qirinxhi në Korçë kanë kualifikuar Shqipërinë në finalen botërore të konkursit të oratorisë në frëngjisht, i cili u mbajt në Milano. Në gjysmëfinale, ekipi shqiptar u përball me grupe nga Rumania, Italia, Kroacia dhe Turqia, duke spikatur për elokuencën dhe aftësitë e tyre të debatit. Mësuesja e gjuhës frënge e cilësoi këtë arritje si një moment krenarie jo vetëm për shkollën, por edhe për Shqipërinë. Konkursi mban titullin Ambassadeur et Ambassadrice en Herbe, që është një konkurs ndërkombëtar i oratorisë dhe elokuencës në gjuhën frënge. Ky është një konkurs që u jepet mundësia vetëm shkollave që janë Label Education France, një label që ne e kemi marrë nga Agjencia e Arsimit në Francë, i ekselencës, dhe nxënësit tanë fillimisht morën pjesë te konkursi këtu në Shqipëri dhe më pas patën mundësinë të përfaqësohen Shqipëri në Milano. Atje ishte një konkurs ndërkombëtar, edhe për ne si mësues ishte emocion të shikonim teksa nxënësit ta përfaqësoheshin atje dhe mbi të gjitha që arritën të fitonin, arritën të ishin pjesë e finales. 3 nxënëset pjesëmarrëse e përshkruajnë këtë përvojë si të paharrueshme dhe tejet motivuese. Të isha pjesë e një konkursi të këtij niveli, sigurisht që ishte një përvojë e jashtëzakonshme. Kjo arritje ishte produkt jo vetëm i përpjekjeve dhe talentit ton, por gjithashtu edhe i punës së palodhur si profesores, dhe jam shumë i njohur jo vetëm ndaj saj, por edhe ndaj shkollës, e cila na ofron mundësi të tilla të këtij niveli ndërkombëtar ku ne mund të shpalosim pasionet edhe aftësitë tona. Në këtë konkurs, ne fillimisht dolëm një prej fituesve të 4 grupeve këtu në Korçë, më pas ne ishim në Milano ne dolëm në gjysmëfinale dhe më pas nga shtetet si Turqia, Kroacia, Shqipëria, Italia dhe Rumania, ne dolëm në vend të dytë. Ishim ne dhe Rumania, ne konkuruam. Ky aktivitet ne na ka ndihmuar për të zhvilluar gjuhën frënge, gjithashtu komunikimin që ne kemi bërë, debatin na zhvillon për të qenë më interaktiv me bashkëmoshatarët tonë dhe na ndihmon ne sa më mirë për të përmirësuar dijet dhe njohuritë tona. Ishte një eksperiencë tepër interesante, duke qenë se ishte rajmë e parë që merrja pjesë në këtë konkurs. Do doja shumë që sërish ta përfaqësoja shkollën time në konkursin e ardhshëm që do të bëhet vitin tjetër si maturante. Seksioni 2 gjuhësh shqip-frëngjisht në gjimnazin Rajqi Qirinxhi ka një traditë gjatë ekselence, duke përgatitur breza nxënësish me njohuri të thelluara në gjuhën dhe kulturën frënge, si dhe duke u hapur atyre dyert për studime dhe mundësi ndërkombëtare.